Zonja dhe zotrin, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Shtëpia e Bardhë ka mbrojtur vendimin për kufizimin e vizave ndaj kombëtarëve të Iranit gjatë Kupës së Botës 2026, duke deklaruar se ishte vetë Irani që zgjodhi ta vendoste bazën e Tijuanës të Meksikës. Zyrtarët amerikanë thonë se masat garantuan njëkohësisht zhvillimin normal të ndeshjeve dhe sigurinë kombëtare të SBA-s. Shtëpia e Bardhë ka hedhur poshtë kritikat lidhur me trajtimin e kombëtarëve së Iranit gjatë Kupës së Botës 2026, duke mbrojtur kufizimet e vendosura për hyrjen e ekipit në territorin amerikan. Drejtori ekzekutiv i Task Force-s së Shtëpisë së Bardhë për botërorin, Andrew Giuliani, deklaroi se ishte vetë Federata Iraniane e Futbollit që zgjodhi ta zhvendoste kampin stërvitor në qytetin Tijuana të Meksikës në vend Tucsonit në Arizona. Sipas tij, kjo zgjidhje ishte e pranueshme për të gjitha palët. Giuliani tha se autoritetet amerikane ishin të kënaqura me vendimin, ashtu si edhe autoritetet meksikane dhe vetë përfaqësuesit iranian. Ai theksoi se qëllimi i administratës amerikane ishte të garantonte kushte të barabarta sportive për futbollistët, pa cënuar masat e sigurisë kombëtare. Sipas Giulianit, SBA u sigurua që asnjë person me lidhje me Gardën Revolucionare Islamike të Iranit të mos hynte në vend, duke përdorur turneun si justifikim. Për të shmangur çdo disavantazh sportiv, autoritetet amerikane organizuan hyrjen e ekipit iranian në SBA vetëm për zhvillimin e ndeshjeve. Për sfidën në Los Angeles, futbollistët më rritën një ditë më herët, ndërsa për ndeshjen në Seattle udhëtuan 2 ditë përpara, për shkak të kozjatjes më të madhe të fluturimit. Deklaratat e Giulianit vijnë pasi Irani shprehu pakënaqësi gjatë fazës së grupeve dhe pas eliminimit nga turneu. Federata Iraniane kishte negociuar në momentet e fundit zhvendosjen e bazës në Meksik, mes pasigurive nëse lojtarët dhe stafi do të pajiseshin me viza për të hyrë në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, sipas Shtëpisë së Bardhë, bashkëpunimi mes SBA-s dhe Meksikës funksionoi pa probleme dhe lejoi që ndeshjet e kombëtarëve iraniane të zhvilloheshin sipas kalendarit të botërorit. Qytetar iranian në Mashhad deklaruan se nuk do të dorëzohen presioneve të Shteteve të Bashkuara, pasi presidenti Donald Trump shpalli se marrëveshja me Iranin kishte marrë fund. Deklaratat u bën në prag të varrimit të liderit suprem Ali Khamenei, i vrarë gjatë sulmeve ajrore izraelito-amerikane në muajin shkurt. Në qytetin iranian të Mashhadit, qindra qytetar u mblodhën në prag të ceremonisë së varrimit të liderit suprem Ali Khamenei, duke shprehur vendosmërinë për të mos u dorëzuar presioneve të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Reagimet erdhën pasi presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se marrëveshja me Iranin kishte përfunduar, një qëndrim që ka arritur edhe më shumë tensionet mes dy vendeve. Banorët e Mashhadit thanë se Irani nuk do të gjunjëzohet përballë kërcënimeve. Ata u shprehën se do të ndjekin rrugën e liderit të tyre dhe nuk do të pranojnë të dorëzohen, pavarësisht presioneve. Disa prej tyre deklaruan se janë të gatshëm të sakrifikojnë edhe jetën për mbrojtjen e vendit, duke theksuar se nuk do të lejojnë humbjen e asnjë pjese të territorit iranian. Qytetarët kritikuan gjithashtu presidentin amerikan Donald Trump, duke e cilësuar si të paparashikueshëm dhe duke thënë se deklaratat e tij ndryshojnë sipas interesave politike. Disa kërkuan edhe hakmarrje për vrasjen e liderit suprem, duke insistuar se përgjegjësit duhet të mbajnë përgjegjësi. Ceremonia e varrimit të Ali Khameneit do të zhvillohet të njëjtën në Mashhad, pranë mauzoleumit të Imam Rezës, një prej vendeve më të shenjta për besimtarët musliman shiit. Khamenei u vra më 28 shkurt, në ditën e parë të sulmeve ajrore të Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara kundër Iranit. Ai ishte 86 vjeç dhe kishte drejtuar Republikën Islamike për gati 4 dekada. Gjatë javës së fundit, në disa qytete iraniane janë zhvilluar ceremoni masive përkujtimore, ndërsa autoritetet e vendit kanë premtuar se do t'i përgjigjen ashpër çdo sulmi kundër Iranit. Nigel Farage ka dhënë dorëheqjen si deputet i Clactonit dhe ka shpallur një zgjedhje të re për të kërkuar sërish besimin e qytetarëve, ndërsa hetohet për një dhuratë prej 5 milion poundësh. Vendimi ka ndarë opinionin e banorëve, ku disa e quajnë të panevojshëm, ndërsa të tjerë e mbështesin. Një vendim i pazakontë i liderit të Reform UK, Nigel Farage, ka tronditur skenën politike britanike. Deputeti i zonës së Clactonit ka dhënë dorëheqjen nga mandati i tij dhe ka kërkuar zhvillimin e një zgjedhjeje të re, duke deklaruar se dëshiron që qytetarët të jenë ata që do të gjykojnë veprimet e tij.
Dorëheqja vjen në një kohë kur Farage është nën hetim për një dhuratë me vlerë 5 milion pound, të marrë nga një miliarder i kriptomonedhave. Politikani këmbgul se nuk ka shkelur asnjë rregull, pasi sipas tij, dhurata është marrë përpara se të zgjidhej deputet. Vendimi i tij ka shkaktuar reagime të ndryshme në Clacton-on-Sea. Disa banorë e cilësuan këtë lëvizje si një humbje kohe dhe të panevojshme, duke argumentuar se zgjedhja e re nuk do të ndryshojë asgjë. Megjithatë, të tjerë shprehën mbështetje për Farage, duke thënë se ai ka qenë transparent dhe se hetimi ndaj tij është më shumë një sulm politik sesa një çështje ligjore. Në zgjedhjen e re, deri tani, kundërshtari i vetëm i shpallur është personazhi satirik Count Binface, një komedian i njohur në Britani për kandidimet e tij simbolike në zgjedhje. Ai u bëri thirrje qytetarëve të marrin pjesë në votim, duke ironizuar situatën politike. Nga ana e tij, Farage e paraqet këtë proces si një përballje mes qytetarëve që e mbështesin dhe establishmentit politik, duke insistuar se hetimi ndaj tij është motivuar nga identiteti i tij politik dhe jo nga shkeljet e ligjit. Rezultati i kësaj zgjedhjeje pritet të shihet si një test i rëndësishëm për mbështetjen popullore që i gëzon Farage, ndërsa hetimet ndaj tij vazhdojnë. Një analist spanjoll vlerëson se kërcënimi i presidentit amerikan Donald Trump për të ndërprerë tregtinë me Spanjën nuk ka gjasa të realizohet. Sipas tij, pengesat ligjore dhe antarësimi i Spanjës në Bashkimin Evropian e bën një masë të tillë, pothuajse të pamundur. Kërcënimi i presidentit amerikan Donald Trump për të pezulluar tregtinë me Spanjën ka ngjallur reagime të forta në Madrid, ku ekspertet e konsiderojnë një veprim të tillë më shumë retorik politike sesa një masë të zbatueshme. Analisti i Institutit Mbretëror Elcano, Miguel Otero, deklaroi se nuk pret që paralajmërimi i Trump të materializohet. Sipas tij, edhe në të kaluarën, presidenti amerikan ka bërë kërcënime të ngjashme, por pa pasoja konkrete. Otero theksoi se ndalimi i tregtisë mes dy vendeve do të ishte një veprim i paprecedent dhe do të përballej me pengesa të shumta ligjore dhe praktike. Ai kujtoi se Spanja është pjesë e Bashkimit Evropian, ndaj çdo masë tregtare do të duhej të prekte të gjithë bllokun evropian dhe jo vetëm Madridin. Sipas analistit, presidenti amerikan nuk ka mjet ligjor dhe kompetencat për të ndalur në mënyrë të njëanshme tregtinë me një shtet të vetëm antar të Bashkimit Evropian. Deklaratat e Trump erdhën gjatë samitit të NATO-s në Ankara, ku ai e cilësoi Spanjën si një partnere të tmerrshme, duke akuzuar se refuzon të angazhohet për objektivin e ri të aleancës, që vendet anëtare të shpenzojnë 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen. Presidenti amerikan i kërkoi për herë të dytë sekretarit të thesarit, Scott Bessent, të ndërmarrë hapa për ndërprerjen e marrëdhënieve tregtare me Spanjën. Megjithatë, edhe pas një kërcënimi të ngjashëm të bërë në muajin mars, tregtia mes dy vendeve vijoi normalisht. Ekspertët besojnë se deklaratat e Trump janë pjesë e presionit politik ndaj aleatëve të NATO-s për të rritur shpenzimet ushtarake, ndërsa një përshkallëzim real i marrëdhënieve tregtare mbetet pak i mundshëm. Liderja e së djathtës ekstreme franceze Marine Le Pen ka nisur zyrtarisht fushatën për zgjedhjet presidenciale të vitit 2027, vetëm një ditë pasi gjykata i hapi rrugën kandidimit. Vendimi ka ndarë opinionin publik, ndërsa kundërshtarët e akuzojnë se nuk duhet të garojë pas dënimit për përvetësim fondesh të Bashkimit Evropian. Marine Le Pen ka nisur zyrtarisht fushatën për zgjedhjet presidenciale franceze, mes duartrokitjeve të mbështetësve dhe protestave të kundërshtarëve në qytetin La Flèche, në perëndim të Francës. Liderja e së djathtës ekstreme doli para simpatizantëve vetëm një ditë pasi një gjykat apeli konfirmoi dënimin e saj për përvetësim të fondeve të Bashkimit Evropian, por njëkohësisht shkurtoi ndalimin për kandidim, duke i hapur rrugën pjesëmarrjes në zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm. Në fjalimin e saj, Le Pen deklaroi se dëshiron ta përqendrojë debatin te problemet që sipas saj shqetësojnë qytetarët francezë, si rritja e kostos së jetesës, pasiguria, deindustrializimi dhe pagat e ulta. Vendimi i gjykatës ka shkaktuar reagime të forta në opinionin publik. Mbështetësit e saj argumentojnë se kundërshtarët po e përdorin dënimin si armë politike dhe theksojnë se edhe politikanë të tjerë janë përballur me procese gjyqësore pa humbur mbështetjen e elektoratit. Nga ana tjetër, kritikët shprehen se një person i dënuar nuk duhet të kandidojë për postin më të lartë të shtetit, duke kërkuar që standardet e përgjegjësisë ligjore të vlejnë për të gjithë njësoj. 57 vjeçaria, Marine Le Pen, ka kandiduar 3 herë më parë për presidente dhe aktualisht kryeson në disa sondazhe për zgjedhjet e ardhshme.
Analistët vlerësojnë se ajo shpreson që votuesit francezë të lënë në plan të dytë problemet e saj ligjore në një mënyrë të ngjashme me atë që ndodhi me Donald Trump në Shtetet e Bashkuara. Fushata e saj pritet të jetë një nga më të debatueshmet në historinë e fundit të Francës, duke e vendosur çështjen e besimit te politika dhe drejtësia në qendër të garës presidenciale. Komandantët Ukrainas thonë se Rusia po fsheh karburantin ushtarak në automjete civile dhe po përdor sisteme të avancuara për të bllokuar lidhjen satelitore Starlink në përpjekje për të penguar sulmet me dron. Sipas tyre, Ukraina ka arritur të godasë disa prej këtyre sistemeve elektronike dhe të vazhdojë sulmet ndaj objektivave ruse. Lufta me dron mes Ukrainës dhe Rusisë po hyn në një fazë të re, ku teknologjia dhe maskimi i objektivave po luajnë një rol gjithnjë më të rëndësishëm. Komandantët e njësive ukrainase të dronëve deklarojnë se forcat ruse kanë nisur të fshehin furnizimet ushtarake duke përdorur automjete civile. Sipas tyre, cisterrat me karburant po lyhen dhe paraqiten si kamion transporti qumshti ose uji, me qëllim që të mos identifikohen nga dronët ukrainas. Një komandant ukrainas tha se ekuipazhet e dronëve kanë goditur disa automjete që nga pamja jashtme dukeshin të zakonshme, por që në të vërtet transportonin naftë dhe benzinë për ushtrinë ruse. Ai shtoi se zjarri dhe tymi i zi pas shpërthimit treguan qartë se bëhej fjalë për karburant dhe jo për ngarkesa civile. Një tjetër sfidë për Ukrainën është lufta elektronike. Sipas pilotëve të dronëve, Rusia ka vendosur sisteme të avancuara për të bllokuar sinjalin e internetit satelitor Starlink, teknologji nga e cila varen shumë prej dronëve ukrainas për të operuar në distanca të mëdha. Komandantët ukrainas pretendojnë se kanë goditur të paktën 2 sisteme të tilla, përfshirë një të shkatërruar më një herë pasi u identifikua në bashkëpunim me Shërbimin e Sigurisë të Ukrainës. Sipas autoriteteve ukrainase, Rusia po përdor një sistem të quajtur Volna Kupol Garant, i cili mund të ndërpresë lidhjet Starlink në një zonë të gjerë, duke vështirësuar kontrollin e dronëve. Dronët me rrezet të mesme veprimi janë kthyer në një nga armët më efektive të Ukrainës gjatë këtij viti, duke goditur depo karburanti, sisteme të mbrojtjes ajrore, qendra komanduese dhe linja furnizimi, ndërsa kanë shkaktuar probleme serioze logjistike për forcat ruse, përfshirë mungesa karburanti në Krimen e pushtuar. Pretendimet e bëra nga komandantët ukrainas nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur, ndërsa lufta teknologjike mes dy palëve vazhdon të intensifikohet në front. Mbi 1.000 persona protestuan në Houston të Teksasit pasi një agent i Shërbimit Amerikan të Emigracionit qëlloi për vdekje një emigrant meksikan, teksa ai po shkonte në punë. Protestuesit kërkuan drejtësi, transparencë dhe një hetim të pavarur për ngjarjen. Mbi 1.000 protestues dolën në rrugët e Houstonit në shtetin Amerikan të Teksasit për të kërkuar drejtësi pas vrasjes së një emigranti meksikan nga një agent i Shërbimit Amerikan të Emigracionit dhe Doganave, i njohur si ICE. 52 vjeçari Lorenzo Salgado Araujo u qellua për vdekje teksa po shkonte në punë. Sipas familjes së tij, ai jetonte prej rreth 3 dekadash në Houston dhe ishte pranë përfundimit të procedurave për të marrë qëndrim të ligjshëm në Shtetet e Bashkuara. Protesta nisin pranë vendit ku ndodhi ngjarja dhe më pas u shndërruan në një marshim drejt një parku aty pranë. Demonstruesit mbanin flamuj meksikan dhe pankarta me mbishkrime në mbështetje të emigrantëve, ndërsa prohorisnin slogane kundër operacioneve të ICE. Drejtori ekzekutiv i organizatës Fiel Houston, Cesar Espinoza, e cilësoi ngjarjen si një vrasje të pajustifikueshme, duke deklaruar se askush nuk duhet të humbas jetën ndërsa shkon në punë. Ai kërkoi përgjigje nga autoritetet federale dhe theksoi se askush nuk ka të drejtë të bëhet njëkohësisht gjykatës, juri dhe ekzekutues. Në protest mori pjesë edhe kongresmeni demokrat nga Teksasi, Al Green, i cili kërkoi drejtësi, llogaridhënie dhe transparencë për rastin. Ai deklaroi se vdekja e 52 vjeçarit nuk duhet të mbetet pa përgjegjësi dhe bëri thirrje për ndryshime në politikat e emigracionit. Protestuesit kërkuan gjithashtu ngritjen e një hetimi të pavarur për të zbardhur rrethanat e plota të dështënave, ndërsa tensionet rreth operacioneve të deportimit janë rritur në disa shtete amerikane. Ngjarja është një nga rastet më të fundit në një seri incidentesh vdekjeprurëse të lidhura me kontrollet dhe operacionet e emigracionit në Shtetet e Bashkuara, duke rikthyer debatin mbi mënyrën se si zbatohen ligjet e emigracionit dhe përturimi i forcës nga autoritetet federale.
Kandidati demokrat për senatin në shtetin e Maine, Graham Platner, ka pezulluar fushatën e tij pas një serie polemikash përfshir akuza për sulm seksual, të cilat ai i mohon. Tërheqja e tij pritet të komplikojë përpjekjet e demokratëve për të rrimarrë kontrollin e senatit në zgjedhjet e mesmandatit. Gara për senatin amerikan në shtetin e Maine ka hyrë në një fazë të papritur, pasi kandidati demokrat Graham Platner ka njoftuar pezullimin e fushatës së tij zgjedhore. Vendimi vjen pas një sër polemikash, ku më e rënda lidhet me akuzat për sulm seksual. Platner i ka mohuar kategorikisht këto pretendime, duke theksuar se pezullimi i fushatës nuk përbën pranim faj. Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, ish ushtaraku i Marinës Amerikane dhe kultivuesi i gocave të detit, tha se lëvizja politike që ai përfaqëson duhet të vazhdojë, por se nuk mund të jetë më ai figura që e udhëheq. Platner argumentoi se vendimi është marrë për shkak të, sipas tij, pengesave të krijuara nga strukturat e pushtetit dhe jo për shkak të akuzave që rëndojnë mbi të. Ai shprehu gjithashtu mirënjohje për mbështetësit dhe ekipin që kishte punuar gjatë gjithë fushatës. Tërheqja e tij pritet të ndikojë ndjeshëm në strategjinë e Partisë Demokratike, e cila synon të fitojë shumicën në Senat në zgjedhjet e mesmandatit të 3 nëntorit. Aktualisht, republikanët kontrollojnë senatin me një shumicë prej 53 me 47. Sipas rregullave zgjedhore në Maine, Platner ka fakt deri më 13 korrik për të formalizuar tërheqjen nga gara. Nëse kjo ndodh, Partia Demokratike do të ketë kohë deri më 27 korrik për të përzgjedhur një kandidat të ri që do të përballet me senatoren republikane Susan Collins, e cila mban këtë mandat që prej vitit 1997. Zhvillimet e fundit e bëjnë garën në Maine një nga më të ndjekurat e zgjedhjeve të këtij viti, me pasoja që mund të ndikojnë drejt për drejt në balancin e forcave në Senatin Amerikan. Rreshtit e dendura të shiut kanë shkaktuar përmbytje të mëdha në rajonin Guangxi të Kinës, duke detyruar autoritetet të evakuojnë nxënësit dhe stafin e shkollave me varka shpëtimi. Ndërkohë, operacionet e pastrimit vazhdojnë, edhe pas çarjes së një rezervuari që përkeqësoi situatën. Rreshtit e dendura që kanë përfshirë jugperëndimin e Kinës kanë shkaktuar përmbytje të rënda në rajonin e Guangxi, duke detyruar autoritetet të ndërmarrin operacione emergjente për shpëtimin e nxënësve dhe stafit të shkollave të bllokuara nga uji. Pamjet të transmetuara nga televizioni shtetëror kinez CCTV tregojnë ekipe shpëtimi që transportojnë nxënësit dhe punonjësit e shkollave me varka, ndërsa ndërtesat arsimore janë të rrethuara nga ujërat e përmbytjeve. Të gjithë evakuarit ishin të pajisur me jelek shpëtimi, ndërsa ekipet e emergjencës punuan për të nxjerrë në zonat e sigurta mes nivelit të lartë të ujit. Situata mbetet e vështirë edhe në qytetin Hangzhou, po në rajonin Guangxi, ku autoritetet vazhdojnë operacionet e pastrimit dhe rikuperimit pas çarjes së një rezervuari të hënën, ngjarje që shkaktoi përmbytje të gjera në zonë. Pamjet tregojnë rrugë dhe lagje të mbuluara nga uji, ndërsa ekipet e emergjencës shpërndajnë ndihma për banorët e prekur dhe punojnë për largimin e baltës dhe mbetjeve të lëna pas nga përmbytjet. Autoritetet kineze kanë mobilizuar forca të shumta shpëtimi dhe mjete të specializuara për t'u ardhur në ndihmë komuniteteve të prekura, ndërsa monitorojnë nga afër situatën për shkak të rrezikut të rreshjeve të tjera. Përmbytjet janë ndër fatkeqësitë natyrore më të shpeshta gjatë sezonit të shirave në Kinë, por këtë herë intensiteti i rreshjeve dhe dëmet e shkaktuara kanë detyruar autoritetet të ndërhyjnë me operacione të gjera evakuimi dhe ndihme për popullsinë. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.